Kjo kushton 2 milion, do ta bëjmë 4 milion. Kjo tjetra kushton 30, do ta bëjmë 60. Këto dalin nga dosja e Spakut. Ergjys Agasi regjistronte çdo takim që bënte me ministra, me deputet, me zyrtar të lartë. Detaje të reja kanë dalë nga dosja hetimore ku në qendër ndodhet Ergjys Agasi, i shpallur në kërkim si pjesë e një grupi kriminal që dyshohet se rrëmbente biznesmen dhe përmes dhunës i detyronte ata të hiqnin dorë nga tenderat e Akshit. Sipas materialeve të hetimit, Agasi kishte vendosur një kamerë të fshehtë në zyrën e tij të punës, me të cilën filmoi çdo takim që zhvillonte. Pamjet filmike u ruajtën në një hard disk, i cili më pas u sekuestrua nga Spak gjatë një hetimi që në atë kohë po zhvillohej për kontrabandë cigaresh. Në këto pamje, Agasi shfaqe duke zhvilluar biseda dhe pazare me shefen e Akshit, Mirlinda Karçanaj, si edhe me biznesmenin Ermal Beqiri. Regjistrimet audio dhe video, sipas burimeve, rezultuan vendimtare për hetimin, duke fundosur vet Agasin dhe duke hedhur dritë me një grup kriminal që dyshohet se zhvaste tendera publik. Hetimet zbuluan gjithashtu se aktiviteti i këtij grupi dyshohet se ka shkuar deri në rrëmbimin e biznesmenit Gerond Meçe, duke rënduar më tej dosjen penale.